Kemi me Skype në këto momente me gazetarin Bledian Koga. Koga, ju përshëndes. Përshëndetje. Atëherë pam ditën e sotme Koga që Partia Socialiste e nisi fushatën elektorale aty ku e la në 2023-shin me këngë, valle dhe tallava. Pa një program të mirëfillse, çfarë i pret qytetarëve shqiptar në 2025-2029, ndryshe nga Partia Demokratike, që programin e saj e ka të detajuar dhe tek rreth më shumtit e pjesa e ekonomisë. Çfarë mund të themi në lidhje me tallavan e radhës së mazhorancës socialiste dhe kryeministrit Rama? Pasgjë që nuk pritë, normalisht zoti Rama ka kohë që ka marrë Simon tiparet e asaj që ka në të vërtetë është një autoritari, dhe liderët autoritarë sigurisht që nuk Simon neverisin dhe refuzojnë që të merren më dhe të mendojnë se çfarë do të bëjnë ata për popullin, po thjesht përdorin atë që njihet si shprehje vjetër bukës dhe cirkut për të hutuar dhe për të shmangur mendjen nga ai që është pjesa më e rëndësishme. Vetëm se në ndryshim nga 2021-shi ka një diferencë e cila për mendimin tim është diktuar nga Partia Demokratike që ka të bëjë debatit dhe diskutimit për programin dhe për çështjet konkrete ato që prekin qytetarët shqiptar. Dhe po ta shikoni zoti Rama është vënë shumë në pozitë në këtë drejtim. Ai sot detyruar që ndërkohë që një muaj më parë, siç e mbaj mend gjithë doli tha qytetarëve shqiptar që unë s'kam nevojë për program, se fundja unë jam në qeveri dhe kam drejtimin tim, pastaj kur e kuptoi dhe kur bëri sondazhet që temat me të cilat Partia Demokratike po i drejtohet qytetarëve me premtime konkrete që ka të bëjë me rritjen me pensionin minimal, me ndihmën ekonomike minimale apo edhe me rrogën mesatare 500 euro, pikërisht në këtë moment zoti Rama e kuptoi që do duhet të lëvizte edhe në këtë drejtim me qëllim që të zbuste sadopak si më thënë efekti negativ e perceptimit i cili po ta shikoni me kujdes edhe në sondazhe ka filluar të japi efektet e veta pavarësisht se sa realiste janë këto sondazhe. Gjithsesi Patjetër, por duke qenë edhe tek programi që shpalos kryeministri Edi Rama, i programi vjedhur nga Partia Demokratike